Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen I kam partnerët në kërkim nga Interpoli. Moderatorja e njohur tregon të vërtetën. Ish banorja e Bigut Dea Vjeri ka qenë së fundmi e ftuar në një emision ku diskutojnë mbi jetën publike të personazheve të njohur dhe mënyrën se si ato menaxhojnë ekspozimin në rrjetet sociale. Në panel së bashku me Blendi Salajn dhe Heidi Batsin, Dea u ndalte raporti mes famës dhe privatësisë, duke theksuar se jo të gjithë dëshirojnë të ndajnë çdo detaj të jetës së tyre personale. Ajo fokusoi vëmendjen tek vajzat e showbizit dhe mënyrën se si ato zgjedhin të ruajnë sekret jetën e tyre private. Me humor, por edhe me një dozë ironie, Dea u shpreh: "Shumica e vajzave shqiptare nuk i publikojnë në rrjetet sociale partnerët e vet sepse partneri kërkohet nga Interpoli. Tani, atë tjetrin e kërkon Interpoli dhe ajo të postojnë në Instagram. Nuk bën sens." Debati u zhvillua gjithashtu mbi ndikimin e rrjeteve sociale në imazhin publik dhe presionin që ndonjëherë ndjejnë personazhet e showbizit për të ndarë çdo aspekt të jetës së tyre. Dea theksoi rëndësinë e kufive dhe privatësisë, duke nënvizuar se fama nuk duhet të thyejë autonominë personale dhe të ndërhyjë në marrëdhëniet private.